ne shohim gjithmonë si të mundshme këto kërcënime, ne shohim gjithmonë të mundshme që Serbia në një moment mund të ndërmarrë veprime për të destabilizuar regionin. Kjo është edhe arsyeja pse ne jemi të përkushtuar që të ndërtojmë një forcë ushtarake të aftë për të mbrojtur territorin e Kosovës, për të mbrojtur jetët e qytetarëve dhe për të kontribuar për paqen dhe stabilitetin në botë, duke përqafuar gjithmonë vlerat e NATO-s, vlerat e vendeve të NATO-s, vlerat perëndimore dhe duke shtyer përpara interesat të cilat i kemi si vende demokratike. Ne në vazhdimsi e ngrisim si shqetësim prezencën e bazave të përparme operacionale të ushtrisë dhe gjandarmerisë serbe përgjatë vijës kufitare me Republikën e Kosovës, dikon 70% e të gjitha kapaciteteve ushtarake të ushtrisë së Serbisë janë të vendosura në jug të territorit të saj, pra jo larg Republikës së Kosovës, jo larg kufirit të Republikës së Kosovës, dhe kësaj normal duke shtuar dhe këto 48 bazat e përparme, që gjithmonë ne vlerësojmë që paraqesin kërcënim, kur fëmijët i vendos në kufe forca ushtarake në një farforme apo tjetër të kërcënon stabilitetin dhe sigurinë e atij vendi. Kjo nuk po bëhet pra rastësisht, dhe kur e kemi gjithë këtë prezencë dhe kemi një mbështetje të grupeve kriminale dhe terroriste, siç ishte ai i Radojçit që tentoi aneksim të veriut të vendit tonë, tregon për qasjen agresive që Serbia vazhdon ta ketë në raport me Republikën e Kosovës. Të nderuar shikues, kemi nisur këtë pjesë të dytë të debatit të kësaj mbrëmje me deklaratën e Ministrit të Mbrojtjes të Kosovës në detyrë, zotin Ejup Maqedonci, i cili në një intervistë për A2 pretendoi ato që ne i quajtëm kërcënime dhe paraprakisht i është përgjigjur edhe zotimeve direkte që vijnë të lëshuara nga Serbia për luftë dhe pushtim në Kosovë. Ai theksoi në deklaratën e tij se kërcënimet janë reale dhe se Beogradi zyrtar ka vendosur 70% të ushtrisë në kufirin ton, por garantoi se FSK-ja bashkë me aleatët ndërkombëtar Amerikanët dhe NATO-n do të mbrojnë çdo pëllëm tokë të Kosovës. Dhe jo rastësisht do t'ja ndoni po e nis me ju, meqense ju ma solli të paralajmërim duke parë edhe nga terrenet serbe, ku ju keni qenë pak ditë më parë. Në fakt konfirmon edhe ministri i Mbrojtjes, i cili flet për një situacion i cili është i përsëritur, megjithatë përmend situata delikate. Një brigadë në Rashk, një tjetër e cila është në Nish dhe një tjetër në Vrag, dhe 48 baza operacionale, thot ministri i Mbrojtjes, përgjatë gjithë vijës kufitare me Kosovën. Këto nuk janë risi, megjithatë alarmi është ringritur tani. Pse? Shikoni, në Rashk dhe aty gjithmonë serbët kanë qenë edhe në kohën kur Kosova ka qenë pjesë e tyre. Por problemi është i mënyrës kur në mënyrë operative forcat ushtarake zhvendosen në rajon tillë, sepse kjo tregon strategji. Të zhvendosësh një pjesë të madhe të ushtrisë, nëse statistika është e vërtetë shumë shqetësuese, për arsyeën e vetme që serbët problemet më të mëdha kanë me Kroacinë. Serbët kanë probleme realisht me Bullgarinë, po Bullgaria është vendi i NATO-s, ashtu si dhe Kroacia, po me Kroacinë gjithmonë gjende përballë situatave. Dhe të zhvendosesh përballë Kosovës, ky është një problem shumë i madh. Jo thjesht për mandatin që ka KFOR-i në Kosovë, jo thjesht për mënyrën që ata nuk afrohen dot sipas marrëveshjes Kumanovës dhe sipas mekanizmeve të tjera. Kjo tregon fillimin e një lloj strategjie e cila neve duhet na trandi. Ne dim që përfundimi i procesit të ushtrisë Kosovës mbaron në vitin 2029. Dhe ne dim shumë mirë që atë kohë që fuqia e ushtrisë Kosovës është jashtëzakonisht shumë e kufizuar. Ne jemi të kufizuar jo vetëm nga pjesa demografike, por edhe nga pjesa ushtarake. Të shikosh armatimin e atyre dhe armatimin tonë jemi shumë larg. Ndërkohë që shqetësimi më i madh tjetër është shqetësimi amerikan. Larg ndoshta është minimaliste të tua, sepse Serbia rivalizon gjithë Ballkanin e arrin të dalë përballë dhe Kroacisë. Po flas për këtë, po Kroacia të paktën i ka treguar dhëmbët Serbisë. Dhe Kroacia është një model i cili duhet na inspirojë. Po në këtë rast Serbia dhe Kroacia janë të matshme, ndërkohë që Kosova është vite dritë larg, edhe me parapërgatitjen edhe me armatimin edhe me FSK-n. Vite dritë nuk e them dot se vite dritë na çon në rrafshe të tjera.
Mos harroni që Kosova. Do duhet ta thoni nëse shihni triljardat e investimeve të Serbisë për armatim dhe mbrojtje. Po, nuk dim gjithashtu dhe ato që po bën Kosova, sepse shumë gjëra dhe nuk raportohen. Dhe tani lufta ju e dini është hibride. E Kosova nuk është që nuk po përgatitet. Problemi është i propagandës që ka filluar atje. Problemi është i mënyrës se si serbët e shvendosin vëmendje dhe sa më shumë të ketë tensione në Serbi, aq më shumë do të tensionohen diku dhe ju e thatë mirë pak më përpara që sa herë ndodh diçka në Serbi, patjetër do ketë probleme në Kosovë. Zakonisht ka një shfryrje në veri të vendit. Ajo që mungoja asaj që thatë ishte që ndodhe në Shqipëri gjithmonë. Pra ka një efekt domino që mbërrin deri këtu, thoni? Ka probleme gjithmonë këtu ke ne. Zotë Andoni, meqense ne perifrazuam të deklaratën zotit Maqedonsi dhe ju më thatë nëse janë të vërteta shifrat, ju keni ndonjë rezervë për saktësinë e saj që pretendon ai? Jo, por është e frikshme. Duhet na trande. Realisht është fjala më e madhe që duhet përdorur. Dhe kur dëgjoj fjalimet gandiste të presidentit, kur shikoj meneferkizmin e zotit Rama që më është dashur një herë para Banjskës, që i kam thënë tek një emision televiziv, që ore jeni koshient që kështu është e pavërtetë, kështu nuk ka çfarë të bëj Kosovës e tjera. Kosova mbas disa ditëve, shqyr që ishte forca e KFOR-it që i ktheu ata që negociuan me ata sepse ne nuk e dinim ku ata do shkonin. Pa vallë do jenë konjunkturat e njëjta dhe në muajt në vazhdim dhe në vitet në vazhdim. Prandaj me të drejtë panelistët nxorën atë besimin ke forca franko-gjermane. Por në këtë moment që po flasim, Gjermania tensionin më të madhe ka me vendimin e ditëve të fundit, me atë që bashkë me Ukrainën tash do prodhojnë armë për ta goditur Rusinë. Dhe më besoni që interes do ketë më për Kosovën dhe tjera, përveç atij aspektit politik dhe atij sensis për të ruajtur status quo. Që kjo do të ishte pamjaftueshme për të mbrojtur statu quo ose stabilitetin e Kosovës. Po vallë në Kosovë din që status quo-ja është gati që ti të përgatitesh për luftë, për të përgatitur për